të politikan apo tjetës politike me eksponent të krimit organizuar. Po shohim dosjen e një nga personave më të rëndësishëm sot në Shkodër, që është Plum Gjoka, që nga zoti Berisha ka pasur akuza për përfshirjen e Elisa Spiropalit, që i thonte edhe Elisa Spiro Gjoka, pra duke nënkuptuar mbështetjen financiare apo mbështetjen me asetet të tjera të Elisa Spiropalit në kohën kur ka qenë drejtuese politike e qarkut Shkodër. Kemi parë kallëzimet e zotit Berisha se si një eskort me makinat blinduara shkonin çdo qendër votimi, që ishte, sipas zotit Berisha, antarët e familjes Bajri dhe intimidonin votues apo persona të tjerë, duke qëndruar pranë ambienteve të tyre dhe duke i shantazhuar në distancë për të votuar apo për të orientuar votën. Kemi parë edhe përplasje të forta, të cilët kanë ndodhur pikërisht edhe për drejtimin e Bashkisë Shkodër, duke i etiketuar si kryetar i njërit mund të themi grup kriminal apo kryetari i një grupi tjetër kriminal. Dhe të gjitha këto në fakt përbën atë puzzle-in që pse Shkodra është kaq e nxehtë.